Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Rritja e çmimeve të ushqimeve, si rrjedhoi rritjes së çmimeve të karburanteve në vend, bëndet një nga shqetësimet kryesore edhe për qytetarët në Gjirokastër, duke reflektuar një realitet të vështirë ekonomik që kërkon zgjidhje të shpejta dhe të qëndrueshme. Rritja e çmimeve të ushqimeve bazë po bëhet gjithnjë më e papërballueshme për qytetarët e Gjirokastër, ku ndikim ka patur edhe rritja e karburanteve me një efekt zinxhir deri te produktet e shportës. Në tregjet dhe dyqanet e qytetit, produktet e shportës së përditshme si buka, qumshti, vaj apo perimet kanë pësuar rritje të ndjeshme duke rënduar drejt për drejt buxhetin familjar. Qytetarët shprehen se çmimet janë rritur ndjeshëm krahasuar me kohën më parë, ndërsa të ardhurat kanë mbetur pothuajse të njëjta. Pensionistët dhe familjet me të ardhurat ulta janë më të prekurit, duke u detyruar të reduktojnë konsumin bazë ose të heqin dorë nga disa produkte të përditshme. Tregtarët nga ana tjetër argumentojnë se rritja e çmimeve vjen si pasojë e kostove më të larta të furnizimit dhe transportit, ndërsa çmimet e produkteve të importuara kanë ndikuar drejt për drejt në tregun vendas. Ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë se kjo situatë mund të përkeqësohet nëse nuk merren masa për stabilizimin e tregut dhe mbështetjen e shtresave në nevojë, duke theksuar rëndësinë e politikave që në kontrollin e çmimeve dhe rritjen e fuqisë blerëse të qytetarëve. Rritja e çmimeve të ushqimeve mbetet një nga shqetësimet kryesore për familjet në Gjirokastër, duke reflektuar një realitet të vështirë ekonomik që kërkon zgjidhje të shpejta dhe të qëndrueshme. Shumë të shtrenjta janë qyve. Shumë të shtrenjta. I përballoni dot me pensionist. Po s'na ndihmojnë fëmija që kemi latë. Nuk dalin as për ilaçe, nuk dalin. Sa është pensioni që merrni juve? Sa shkon? 200. Sa para unë përse të vete? Nuk shkoni fare. Përse të vete? Unë vete i thashtë të marrë, kalë bësira. E ti përkoj se fërku pëkullunë. Ne pensionisht jemi, që marri? Për s'ka qeveria, s'ka patur, s'ka zoket. Lejlegët janë rikthyer sërish në foljet e tyre në qytetin e Gjirokastrës, duke sjellë nga shenjat më të bukura të ardhjes së pranverës. Lejlegët janë rikthyer sërish në foljet e tyre në qytetin e Gjirokastrës me ardhjen e pranverës, duke sjellë nga shenjat më të bukura të ardhjes së kësaj stine. Pas muajve të dimrit të kaluar në zonat më të ngrohta, këta shpend shtektar kanë mbërritur sërish në të njëjtat vende ku kanë ndërtuar foljet ndërvite, në qytetin e Gjirokastrës dhe në hapësira të tjera përreth, duke ruajtur një traditë natyrore që vazhdon të mahnisë banorët e zonës. Specialistët e mjedisit theksojnë se ky rikthim tregon gjithashtu për një ekosistem të qëndrueshëm nga kushte të përshtatshme për këta shpend. Megjithatë, bëhet apel për kujdes ndaj habitateve natyrore dhe shmangjen e ndërhyrjeve që mund të rrezikojnë folet e tyre. Rikthimi i lejlekëve në Gjirokastër mbetet një moment i veçantë për qytetarët, qytetin dhe duke sjellë jo vetëm bukurinë natyrore, por dhe një lidhje të fortë mes njeriu dhe natyrës. Ka përfunduar ura e Virojit në jug të vendit që lidh Gjirokastrën me pikën kufitare të Kakavijes, por edhe me qytetin e Tepelenës, ndërsa ka një gjatësi rreth 500 metrash ku pritet të hapet përgjatë këtij muaji. Ura e Virojit në Gjirokastër që lidh pikërisht qytetin e Gjirokastrës me pikën kufitare të Kakavijes, por edhe Tepelenën, ka një gjatësi prej rreth 500 metrash dhe pritet të hapet në muajin prill. Kjo sipas vlerësimit më të fundit të publikuar nga Banka Botërore. Kjo e fundit po mbështet financiarisht këtë program me rreth 55 milion dollar, një ndërhyrje që synoi përmirësimin e infrastrukturës së njësër urash në vend dhe rritjen e qëndrueshmërisë ndaj fatkeqësive natyrore. Sipas raportit, progresi ndaj arritjes së objektivave kryesore mbetet i qëndrueshëm, ndërsa zbatimi i përgjithshëm vlerësohet si mesatarisht i kënaqshëm. Projekti është i strukturuar në 3 komponent kryesor. Komponenti i parë, infrastruktura e urave, që përbën pjesën më të madhe të financimit me rreth 44 milion dollar dhe përfshin ndërtimin e urave të reja si dhe rehabilitimin e atyre ekzistues. Komponenti i dytë lidhet me forcimin e kapaciteteve institucionale me një vlerë prej rreth 7 milion dollarësh, duke synuar përmirësimin e standardeve të projektimit, mirëmbajtjes dhe menaxhimit të infrastrukturës, ndërsa komponenti i tretë, menaxhimi i projektit, ka një fond prej rreth 4 milion dollarësh për të siguruar koordinimin dhe zbatimin efikas të investimeve.
Përveç urës së Virojt, e cila pritet të lehtësoj trafiku në një aks të rëndësishëm jugor dhe të shmang aksidentet, si dhe të përmirësoj aksesin turistik në zonë, raporti thekson se kontrata për ndërtimin e urës së Beshirit tashmë është nënshkruar duke hyrë në fazën e zbatimit. Në të njëjtën kohë, autoritetet kanë finalizuar dokumentet e tenderit për 12 ura të tjera. Këto investime kanë për qëllim jo vetëm modernizimin e infrastrukturës ekzistuese, por dhe rritjen e standardeve të sigurisë, duke adresuar drejtpërdrejt rreziqet nga përmbytjet, erozioni dhe rrëshqitjet e dheut. Megjithatë, mbetet për të parë se sa efikase janë këto punime në ndërtimin e kësaj ure, të paktën në qytetin e Gjirokastrës. Hakerat e Homeland Justice kanë publikuar një mesazh të ri lidhur me Shqipërinë. Ata pretendojnë se kanë ndërhyrë në sistemin e prokurorisë së përgjithshme dhe kanë marrë dokumente dhe të dhëna të brendshme të sistemit gjyqësor. Në mesazhin e tyre të publikuar online në Telegram, ata thonë se të dhënat dhe dokumentet janë në duart tona. Po ashtu akuzojnë institucionet shqiptare për bashkëpunim me MEK dhe paralajmërojnë se kjo është vetëm fillimi i një kapitulli të re. Ky është një mesazh nga Homeland Justice për qendrën e padrejtisë në Shqipëri. Të dhënat dhe dokumentet e kësaj strukture të korruptuar janë në duart e patriotëve të Homeland Justice. Ju duhet të paguani çmimin për bashkëpunimin dhe shoqërimin e terroristëve Mujahedin. Ky është vetëm fillimi i një kapitulli të ri. A u krijua gjyqësori për të mbrojtur të drejtat e të shtypurve apo për të mbështetur terroristët e huaj? Njerëzit po pyesen vetëm pse, pavarësisht historisë së turpshme të terroristëve Mujahedin dhe vrasjes së mijëra njerëzve të pafajshëm. Gjyqësori bashkëpunoi me ta në vend që t'i nxirrte në gjyq. Pse gjyqësori ju dha atyre dokumente e identitetit të falsifikuara? Pse dha leje për të ndërtuar kampin Ashraf 3 me parat e taksapaguesve shqiptar? Ky sulm vjen pas atij të parapagditëve ndaj Kuvendit të Shqipërisë dhe postës shqiptare. Një ngjarje e pazakontë dhe e rrezikshme ka ndodhur në qytetin e Vlorës, ku një i mitur rreth 14 vjeç së bashku me shokun e tij, po 14 vjeçar pasagjer, ka qenë në drejtimin e automjeti. Sipas informacioneve, ata dyshohet se kanë goditur disa automjete përgjatë lëvizjes, çka ka bërë që të ndiqen nga patrullat e policisë së rendit në këtë qytet dhe asaj rrugore në disa zona të ndryshme. Gjatë ndjekjes, drejtuesi i mjetit ka përplasur një automjet të forcave shqiponja dhe më pas një tjetër mjet policie, duke përmbysur atë të fundit, duke shkaktuar kështu edhe plagosjen e 2 efektive, të cilët janë transportuar për ndihmë mjekësore. Pas ngjarjes, autori është larguar drejt banesës së tij dhe më pas është dorëzuar në komisariat. Policia e Vlorës po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.